Përshëndetje Shqipe dhe miqtë e mi të YouTube-it. Gjoni pak, dhe të tregoj një histori që më ka ndodhur mua me gjyshen. Një herë gjyshja ime, siç është mësuar që del deri tek një lokal i afërt këtu. Një ditë e zakonshme behari, si nga era që dilte për qefet e saja. Nuk e di sa kishte hyrë te lokali, edhe ishte rrëzuar edhe ndrydhi dorën. Ndrydhi dorën, po mirë. Pastaj më thirrën, dola unë, vajta e mora. Më thirrën mua, çfarë bëj, unë isha marrë shtëpi dhe prap më thirrën, hajde merre, vajta e mora. Avash e solla këtu më krah sepse ishte coptuar. Ishte bërë, mos o zot, nuk qëndronte në këmbë. Edhe soll me shtrivëm në divan. Erdhi doktori, e mjekoi këtë andej. Tha doktori që duhet çuar në spital. Okej, mbas një 2 ditësh e shpjem në spital, pasi marr hallat edhe ju them kështu. Mirë, e çuam në spital, njerëz, Mbas andej ja mjekuan, ja vun dorën në alçi, dorën e ndrydhur. Edhe kur erdhi këtu, po në spitali ju kishte thënë që më rrafi klevisi. Ju kishte thënë atyre. Kishte ardhur policia atje. Edhe kështu. Mu s'dija gjë, më erdhi mua policia këtu për të më marrë shkresat. Por edhe zot, turpi zotit. Kjo është një gjë që më ka ndodhur me gjyshen mua. Është historia. Pra, gjyshja ndrydhi dorën andej nga lokali, vajta e ndihmova edhe solla në shtëpi. E çuam në spital edhe ajo ju kishte thënë atyre që më rrau klevisi. Ç'ne unë i gjori, çfarë bëra unë i shkreti? Përveç se e kam mbajtur mirë. Pleqëria si fëmiria, Shqipe, që t'i bësh? Është edhe plak. S'ka faj, është me skleroza dhe në një reze skleroza kur së mure nuk di qarë flet. Në do njërë. Po janë kusure për te që në do njërë për zotin. Unë ca isha me arrest shtëpije. Edhe ca të më bente mua kjo gjë, edhe hajde thashun. Unë me erdi polici këtu, tha, më këshu. Po q'ne be, qa thua o burë kjo? Unë dhe shi, te lokali vajta e mora. Qa thua më burë? Jo më vlla. Q'ne unë këtë gjera, unë po e mbaj, mire. Nga ndodhi në një këto, me gjyshet. Nuk është e thjesht të mbash plak në 10 vjeçare, sidomos kur është edhe me sklerozë. Respekt të gjithëve, ju falenderoj kush më respekton, edhe ju dua shumë. Faleminderit që më ndiqni.